Me porosi të ndryshme dhe parulla, nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në Shkup shënuan ditën ndërkombëtare të paqes. Porositë e tyre janë që të mbizotrojë paqja dhe të mos ketë dallime mes kombeve, racave dhe fesë. Ne jemi të shkollës 25 Maji. Ne kemi dalë këtu për një marsh për ditën e paqes, që të kemi një jetë më të stabilizuar, të kemi jo dallime racore, të kemi jo dallime gjinore, fetare e tjerë. Ne duam një jetë të barabartë, pa diskriminime, dhe të jemi çdo herë të lirë për çdo nevojë që kemi. Kemi ndalë të shprehim mesazhin që të gjithë njerëzimit të bashkohemi dhe mos të mendojmë vetëm për veten dhe të punojmë si një kombë që ta shpërndajmë paqen çdo kombë. Pa tuka sme za da go proširime mirot, da me nekoj poraki za mirot. Ние сме доени за да го одбележиме денот на мирот и воедно јас имам порака дека најдоброто нешто што човекот го заслужува и што може да го вложи, да го направи е мирот, а за мирот потребно е една блага насмевка која што ќе нас спои сите заедно да се почитуваме меѓусебно. Nga ambasada e parë për fëmijët në botë Megjashi thonë se marshi i paqes organizohet që nga viti 2011. Që nga viti 2011, pre kur ka filluar programi për arsim paqësor, vazhdimisht kemi organizime për 21 shtatorin, ditën ndërkombëtare të paqes. Dhe në të gjithë, pothuajse në të gjitha qytetet që ne bashkëpunojmë me shkollat e mesme kryesisht, por edhe me shkollat e fillore, ka organizime të këtilla, qoftë marsh i paqes, ose e quajnë si parade e paqes, e shënojnë me punëtori të ndryshme në për shkolla edhe jashtë shkollave. Marshi i paqes për të 13 vit me radhë u realizua dhe sot në qendër të Shkupit, para shtëpisë së nënës Teres, dhe me pas nxënësit marshuan dhe shpërndan porosi për paqe.